Faleminderit gjithë juve. Gjatë prezantimit të drejtorit të ri të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Ilir Tata, Edi Rama u shfaqi pikëlluar për situatën e Mirlinda Karçanaj. Në fjalën e tij, kryeministri tha se ish drejtoresha Karçanaj, sipas tij është e pafajshme, edhe pse fjala e fundit i takon drejtësisë. Rama tha se Karçanaj, e cila ka punuar për 2 dekada në Bashkinë e Tiranës, është një prej njerëzve më të përkushtuar në këtë vend dhe një nën e vetme me 2 fëmijë. Në rast të parë desha të bëja një falënderim shumë të madh për Linda Karçanajn, e cila ka punuar për 2 dekada dhe më shumë, qysh kur kemi qenë në Bashkinë e Tiranës, të cilën e njoh si një prej njerëzve më të përkushtuar ndaj funksionit dhe shërbimit publik në këtë vend, të cilin ju e njihni vetë personalisht dhe besoj që e ndani me mua. Linda ka qenë gjithnjë e para që vinte në punë dhe e fundit që largohej nga puna. Jam e pikëlluar nga gjithçka që ajo po kalon. Në rast të parë nga agresioni barbar i portaleve, dhunës verbale që e asociojnë me gjëra të cilat nuk kanë lidhje me të, tha Rama, ndër të tjera.